Të dy ekipet më duket se në fazën defanzive kanë defektet mëdha dhe dy ekipe do të thonë ku është e mira futbollit ku shënohen kuptimin sportiv 7 gole është Nëse është ku Basturo konsiderohet që është një takim shumë i mirë jashtë Madronica për 3 lojë ka marrë 12 golla, 13 golla trajner. Mirë po nëse domethënë e shiqojmë prej aspektit taktik edhe trajnerave kështu, do mendoj që të dy ekipet nuk kanë tregu këtu ekuilibër, edhe njëra ekipi mor 4 gola, në 3 gola, do të mendoj që ekipet nuk e kanë stabilitet e dur, nuk e kanë atë balansin e dur në mes të dy fazave dhe kështu që mendoj që është një defekt të këto dy ekipet. Sidomos mund të them tek Drenica është një fenomen që po i përsëritet. Ka që disa takime ka avantazhin, ka avantazh të mirë, pastaj për një pjesë apo për 20 minuta, 15 minuta i pëson 3-4 gola, kjo nuk është hera parë, është me Malishevën, është edhe me dhe raste, kjo tregon që ato diçka do thotë në këtë pjesën po them tek ekuilibrit të lojës mendoj që po çalon diçka tash, nuk e di unë pse, ku është problemi ato. Po se tregon që ka probleme të mëdha në këtë aspekt, në menaxhimin sidomos të rezultateve, sepse si ekipe mund të krijojnë diçka, një avantazh apo një rezultat të favorshëm apo jo të favorshëm, por megjithatë pastaj është ajo pjesa tjetër ku ekipa duhet me ditë me menaxhu, edhe avantazhin dhe disavantazhin, kështu që mendoj që Drenica këtë aspekt është i sot të herë takim që... Shumë mirë po e përmend se është disa të herë që po i ndodh. Disa të herë, për ata sem se mund ndodh një takim, po kjo është disa të herë që po i ndodh Drenicës edhe mendoj që këtu Drenica ka këto probleme të menaxhimit të rezultateve. Po theme ne po der shumë lehtë prej organizimit edhe prej asoj disiplinës taktike, po ekuilibrat se ka disiplinës taktike, edhe mendoj që këto e probleme që përsëritën Drenica. Këto disiplinë taktike pëthu veç aspat, apo ka disiplinë taktike se? Jo, nuk ka disiplinë taktike, sepse kur e kiti në rezultat 3-0, 4-0, do të thotë vim të ajo që nuk ka disiplinë taktike. Tarpse nuk është e jamja, se nuk e di mrena që ndodhë. Mirë po ajo, të lopi të tajrë Batatina jemi mësu me pas kësi loj disbalancesh, do më thonë, brenda lojës, pësa gole, jap gole, se është një trener që realisht ka njerë është i po kjo është, do më thonë, ajo stili tina i lojës që pastaj prodhën këtu, merë gola, jep gola. Por të një trener, do më thonë, si Bilbile që ka eksperiencë, apo të një Drenica cila ka, me ndë që du të me qenë këtu pak ma stabil, të menaxhimi i rezultateve, të menaxhimi i rezultateve, edhe kështu që mendoj që kjo është.